ti solle një gjë në vëmendje gon, që ti hoqe dorë nga deputeti. Sot kemi shumë njerëz, duke filluar që nga liderat, pastaj politikanë, që kanë 35 vjet me poste në parlament dhe nuk sjellin asnjë gjë të re. Në të kundërt e kanë varfëru, jetën parlamentare edhe ka sipas dhe që ta marroj, ju dhat një shembull me të vërtet pozitiv, se të gjithë thojnë me fjalë fusim të rit, po asnjë nuk lu nga ajo çka ka qoftë një parti sa i mikrobus nuk luajnë duan çelësat e asaj partie. Pra i vetmi ju si shembull që dhe Fatos Nano kur u tërheq nga politika, dhe desha të kërkoj dhe mendim tuaj për Fatos Nanon, nuk tërhiqet njeri. Edhe si do ta rigjenerosh ti politikën. Unë nuk jam dhënë për atë që ta mbyll, që nuk do të thotë që të hysh në politikë dhe të morësh pozicionin politik vetëm se je i. Duhet të kesh dhe garë, duhet të kesh dhe kompeticion, duhet të kesh edhe vlera, duhet të kesh dhe aftësi, se tash edhe kjo ka pru disa anonim politik që si njeh kërkush. Nuk kanë bëj gjë në jetën e vet. Se politika nuk është ti mund të jesh shumë i mirë ke kompjuteri, po politika do dhe i karrizëm, do dhe i kesh akte publike, apo jo? Gjithë këto që thotë janë të vërteta. Shembulli im është për të ndjekur për një pjesë mirë deputetëve të Shqipërisë. Se faktikisht ka deputet moshës time edhe më shumë se unë, majtas dhe djathtë. Që si e i vjetër, se i moshë jemi. Po, relativisht i madh jam, edhe me goxha eksperiencë politike, të cilët fund edhe nëse hikin, nuk prishin në punë sa parlamentit. Edhe unë e them sinqerisht këtë. Sepse përveç s'ka nevojë me thonë sinqerisht se ti e bone. Jo, edhe nëse unë dola nga salla e parlamentit, edhe domethënë nuk leni boshllëk mall. Edhe si unë ka plot atje. Pavarësisht unë kam anë tjera pozitive, marrëdhënie me njerëzit, ku di unë, si natyrë, si background. Je njëri i pëlqyeshëm, për ne po thënë që je më shumë social. Po, nuk do të thotë kjo që njerëz të cilët kanë moshën time të gjithë duhet të kenë të njëjtin mendim që duhet largohen nga parlamenti, se aty ka megjithmen, domethënë figura të cilët lejnë boshllëk parlamentit, siç është Dashja për shembull. Apo ndonjë tjetër. Unë me Dashja jam moshatar, po Dashja është një nga parlamentarët më të mirë që ka parlamenti shqiptar, i cili në çdo seancë parlamentare është aktiv. Edhe jo në që është aktiv, po është i përqyeshëm dhe i dëgjueshëm nga njerëzit brenda asaj salle, po dhe nga publiku. Dashi, jo vetëm kjo. Kështu që kjo nuk do të thotë që është postulat. Jo vetëm kjo, po Dashi ka kredibilitet, nuk është fol për korrupsion, nuk është fol, jo, po është e vërtet. Ka kriju një profil. Mund të ketë të tjerë. Po ka dhe tjerë, por ka dhe nga ato që unë s'po hymet për me emra për etik, që janë e kanë bë balt, nuk bëjnë asnjë gjë, ka kaq vjet që rrin në parlament. Shumica duhet të tërhiqen, sepse pra. Nëse ne nuk tërhiqemi, atëherë si theti, ato të rit duhet të provohen, duhet të japin, po si të provohen ato kur ti i vet tapën. Këto partitë e nivelit tonë, këto partitë alternative, po themi ne, se njëri më kritiko kur them të vogla, domethënë. Se faktikisht nge mor 45% vota në zgjedhjet vendore, domethënë janë relativisht mirë për kaq votuese ka Shqipëria. Pa partitë alternative. Nëse i janë 4 vjet, punojnë vetëm për kryetarin, atëherë është historisë si vjetër. Dhudhoset shumë. Edhe si më thonë, nuk ka më motiv, nuk ka më gar, nuk ka më shpresë për ato që në këtë mënyrë, kështu siç e bëron të paktën, ne kemi vendosur 9 kandidatë në listat jashtë, të cilët janë të ri, pavarësisht të ri me përvojë në fushat e tyre, pa shumë imazh, sepse kjo politika ka gjë të keq do dhe imazh publik për problemet them. Nuk e kanë, por në moment ta eksperimentojmë, do ketë gjithmonë një herë të parë. Me një moshë mesatare 35 vjeç, edhe unë jam i sigurt. Nuk e di se sa nga këta mund të konvertojnë votat në mandate, por jam i sigurt që Partia Agroambientaliste me këtë që ka bërë, që do ta shohim vetë për të parë, do të jetë, besoj, ke partitë e para në numër votesh. Edhe për këtë fakti.